kryetar, kena menu që shpendameti i vetëvendosjes edhe i PSD-s do t'jetë kryetari fatbarësisht ma i dop në herë që ka pos Prishtina. Kur që s'ke a i shka dul Ky zotnia, snobi nga Londra, vizionari e qushin. Jo, Po snob nuk është me shojt me non. Snob është. Gash, këtu respektuon njerëzit. Anite, mund se ofendohu as me non shes qajta. Po nuk është vetëm, nuk është ofendimi, vetëm pak, nuk është ofendimi vetëm me isha me non njerëzit. Anite mirë. Këtu janë këta zotërit të respektuar, nderuar gjithë. Ky zotnia nga Londra, që na ka si vizionari i LDK-s. Përveç që duhet të pajtohen njerë qarqet vendimarse biznisore që dhe ashtu e kanë pru këtë zotni edhe kanë instalu si gjetje dhe zbukurime që ishin vizionar. Këtu në studio kem pas kolekton që kur bisedojshim shka mirë për Prishtinën, para 4 vjetëve kam thonë, mos ma shtroji në rendera, në vizione, se në praktik pushteti lokal o këtë të rësen. Kush është favorit për ty, se përshot që për Ramën ka mos pajtime të thella zonja pranverë? Gjithsesi du të pritur, po zoti Vitia mund të kthehet. Për mu, unë edhe herën e kalume kur ka kandidu Rani Smajli nga programi, vizioni, paraqitja, e kam pas të shprehun që personalisht